Na bëj një home tour. Ka qenë një ndër komentet më të shpeshta, kështu që pse jo? Ju shprehni, unë ju plotësoj dëshirën. Do t'ju tregoj shtëpinë. Tani mos prisni ndonjë gjë kush e di se çfarë, është një shtëpi e vogël për 2 persona. Tani direkt në hyrje sa futesh është tavolina këtu. Tavolina bashkë me këtë divanin e madh, këtë mbulesën e kam bler unë sepse nuk e kishte mbulesën. Dhe mbulesën këtu po e kam bler unë. Këtu pastaj është televizori, që është direkt nga hyrja direkt është televizori këtu. Këtu është kuzhina. Këtu i kam lënë jashtë këto thika pirujnë qa janë, sepse nuk kishte asnjë që i përshtatej vendit këtu ku mund të vendosja thikat pirujnë. Nuk kishte asnjë mbajtje, se ishin të mëdhaja. Kjo është goxha e vogël. Kjo është edhe bufeja, soba. Këtu është frigoriferi, atje është lavatriçja që po punon. Direkt sipër lavatriçes kemi këto detergjentët këtu. Hidhemi nga krahu tjetër i lavatriçes është tualeti. Kovën dhe leckën i kam lënë aty, i kam lar, i kam thar. Këtu jam dhe unë. Haj. Tualeti është goxha i vogël, drejt me thënë. Pastaj nga këtu te kuzhina hidhemi drejt tek dhoma e gjumit. Këtu është dhoma e gjumit. Dollapi, krevati. Këtu është pak a shumë ky këndi jon ku ne kemi vendosur këto gjërat esenciale që na duhen në përditshmëri. Këtë që e kuros rrobat nuk kam ku e vendos, kështu që për momentin e lash aty, ca produktet e uçerinës i mora. Një komodinë e vogël ku unë vendos mbulesat e bukës, të larat e kurosura. Nga krahu tjetër janë peshqirët. Dhe këtu po prap çarçafët e krevatit, të larat e kurosura. Pastaj tek dollapi, këtu varur, mbaj gjithmonë këmishat e Elios ja hekuros për në punë. Këti nga krahu tjetër pastaj kemi po përsëri rrobat tona. Por në tërësi kjo është dhoma e gjumit. Kaq ishte videoja për sot, ky ishte edhe home tour i shtëpisë time. Ika tani ju put dhe shihemi në videot e radhës.